Shahadeti çfarë do me thonë, hoxh? Të lutem më trego Zoti të rujt. Amin, Allahu ju rujt edhe ju. Shahadeti është shtylla e parë e Islamit. Është dëshmia. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Ky është shahadeti. Shahadeti, kush e thot me bindje të plot, pra se ka botë tjetër, se ka xhenet, se ka xhehenem, hyn xhenet. Vjen në një hadith profetit alayhis salam, "Men kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah, dakhala al-janna." Kush fjala e fundit e tij është la ilaha illa Allah, hyn xhenet. Dëshmia pra shahadeti është tepër i rëndësishëm. Elusim Allahun e lartësuar që t'jemi prej atyre që e thonë këtë fjalë me bindje të plot. E praktikojnë atë çfarë përmban kjo fjalë. Allahu e rrit.